Dy persona janë arrestuar nga policia e Divjakës pas një operacioni të shpejtë që kishte si objekt hetimin dhe goditjen e aktivitetit të paligjshëm të lojrave të fatit. Në kuadër të këtij operacioni i quajtur Çat, janë arrestuar Altin Çoku, 51 vjeç, pronari një lokali dhe Edmir Çela, 34 vjeç, punonjës e tij, të cilët akuzohen për organizimin e lojrave të fatit në një lokal të paregjistruar në fshatin Karavastajre. Operacioni, i cili u realizua fal inteligjencës policore, çoi në gjetjen e 7 njësi kompjuterike dhe 3 celularëve që përdoreshin për zhvillimin e lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin. Kontrolli i kryer në lokalin e paregjistruar, të cilin Çoku e kishte përshtatur për këtë aktivitet të paligjshëm, çoi në zbardhjen e kësaj veprimtarie dhe në arrestimin e dy shtetasve. Në këtë aktivitet të paligjshëm ishte i përfshirë dhe Edmir Çela, i cili punonte si kamarier në lokal dhe ndihmonte në organizimin e lojrave të fatit. Pas sekuestrimit të pajisjeve dhe arrestimit të dy shtetasve, materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për hetime të mëtejshme. Pavarësisht aksionit në Divjak, një ditë më parë, policia ka finalizuar një operacion tjetër në qytetin e Korçës, ku janë arrestuar dy shtetas për organizimin e lojrave të fatit. Në kuadër të këtij aksioni, forcat e rendit kanë sekuestruar 10 makineta të lojrave të fatit që përdoreshin në një lokal. Ky operacion është realizuar si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të policisë për të goditur aktivitetet e paligjshme të lojrave të fatit që rrezikojnë sigurinë dhe rendin publik. Operacionet e fundit në Divjak dhe Korçë janë pjesë e përpjekjeve të pandërprera të policisë së shtetit për të luftuar organizimin e lojrave të fatit dhe për të siguruar një mjedis më të sigurt për qytetarët. Autoritetet po vijojnë hetimet dhe janë të angazhuara për të çuar përpara proceset ligjore ndaj personave të përfshirë në këto aktivitete të paligjshme. Prokurorit përkatëse po marrin në shqyrtim materialet dhe kanë nisur veprimet e mëtejshme për të mundësuar ndërshkimin e atyre që shkelin ligjin, duke zbardhur çdo lidhje të mundshme të grupeve kriminale që fshihen pas aktiviteteve të lojrave të fatit.